Shikues të nderuar të TV Mitrovica, TV Vali dhe TV Prizreni. Asalamu alaikum dhe mirë se takomi përsëri në emisionin ton të radhës Rruga e Ndriçuar. Derisa javën e kaluar biseduam rreth Kur'anit si mrekulli bashkëkohore, tematik për natën e sotme kemi zgjedhur pikërisht atë të cilit i është shpallur Kur'ani. Pra do të flasim se kush është Muhamedi alayhi salam. Muhammed ibn Abdullah, i njohur ndryshe si Ebul Qasim, është pejgamberi i fundit për mbar njerëzimin. I lindur në Mekë me 12 Rabiul Awwal të vitit të elefantit, apo parafërsisht aty rreth 20 prill të vitit 571 të erës së re, Muhamedi a.s. nuk arriti kur të takonte baban e tij, nga se ai kishte kaluar në amshem para se ky të vinte në jetë. Andaj Muhamedi a.s. u rrit jetim, fillimisht në përkujdesjen e gjyshit e më pas në përkujdesjen e xhaxhait e tij Ebu Talibit. Qysh në moshë të re për të ndihmuar xhaxhait e tij, ai fillimisht punoi si bari, e me vonë punoi edhe si tregtar. Rreth moshës 25 vjeçare u martua për herë të parë, por i pakënaqur me jetën e shfrenuar në shoqërinë e asaj kohe, ai filloi të vetmohej në shpellën Hira, pra shpellën e Mekë. Meqense vetmia ishte bërë si zakon, rreth moshës 40 vjeçare në atë shpellë, i erdhi shpallja e Zotit, duke ngarkuar atë me mision që porosin e Zotit ja kumtonte tërë njerëzimit. Edhe pse në Mekë ishte i njohur për besnikri dhe virtytet e larta të moralit, me të filluar të predikante se Zoti është një, dhe se ati duhej bindur duke pranuar Islamin, si fetë vetme të përzgjedhur nga ai, Muhamedi a.s. u prit me armiqësi dhe persekutime nga fise dhe klane të shumta të asaj kohe. Shpifjet, akuzat dhe etiketimet kundër tij filluan që atëherë dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Etiketime si rrenacak, faltor, magjistar, madje edhe mashtrues i përkisnin asaj kohe, ndërsa urrejtje nxitës, përçarës dhe promovuesi dhunës janë etiketime që përkasin kohës sonë e që pamëshirshëm hidhen në adresë të tij. Sido që të jetë, botërisht Muhamedi a.s. është i njohur si themeluesi praktik i Islamit, i cili arriti që në mënyrë unike t'i bashkoi fiset e përçara e ndërluftuese të Arabisë për të themeluar një shtet të vetëm në udhëheqjen unike të sistemit islam. Nga ana tjetër, muslimanët konsiderojnë se Muhamedi a.s. është pejgamberi i fundit për mbar njerëzimin, i cili në realitet erdhi që të kthej edhe një herë në jetë besimin e vërtet, monoteist, originalit pandryshuar, që nga koha e Ademit a.s., Nuhit, Ibrahimit, Musait, Isait dhe të gjithë pejgamberëve të tjerë. Për shkak aktiviteteve të tija të shumta si reformator në shoqëri, si diplomat, si tregtar, si filozof, si udhëheqës politik e ushtarak, si ligjerues publik, madje së fundmi si njeri humanist, autori i mirënjohur amerikan Michael Hart, në librin e tij 100 njerëzit me më së shumti ndikim në histori, radhiti Muhamedin a.s. në krye të listës si njeriu që më së shumti pati ndikim. Andaj, pse Muhamedi a.s. barte ofiqin El Emin, besnik, dhe kush e emërtoi atë me këtë ofiq? Cili ishte roli dhe sjelljet e tij në familje rreth e farefis? Si u bë Muhamedi a.s. shembull i shuarjes së konflikteve, ndërtimit të paqes dhe mirëqenies së përgjithshme? Dhe cilat janë porositë e Muhamedit a.s. për mbar njerëzimin, respektivisht për neve si pasues të tij? Përgjigje për këto pyetje dhe shumë të tjera të nderuar shikues, do të arrijmë t'i marrim mësante nga mysafiri ynë në studio, profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Dr. Shevqet Krasniqi. I nderuari doktor, selam aleikum dhe mirë se vjen në emisionin Rruga e Ndriçuar. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se jeni. Para se të fillojmë me emisionin të cilin veç e prezantuam, me lejo edhe një herë që ti rikthehem shikuesve të nderuar, që ti paralajmëroj se emisioni ynë është kontaktues dhe se ju mund t'i dërgoni porositë tuaja përmes SMS-ve në numrat e telefonit 044536635 dhe po ashtu në 049536635. I nderuari doktor,
Kohëve të fundit Bashkia Islame e Kosovës, por njëherët edhe komuniteti musliman në Kosovë këtë muaj e njeh si muaj i Mevludit, pra muaj i lindjes së Muhamedit a.s. A mund na përshkruani në pika të shkuartra lindjen e Muhamedit a.s. respektivisht çka e karakterizon këtë lindje? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah për të madhët Allah gjithherë, i cili e zgjodhi këtë personalitet për të cilën i ceka të fjalë të shkurtra, por të arta dhe shumë përmbledhëse për shëmbëltyrën e atij njeriu të madh. Hamd, falënderim Zotit ton për çdo gjë, edhe për këtë gotë ujë që na ka sjellë i madhi Allah, dhe për këtë takim të sotshëm, dhe për këtë dashuri reciproke që e kemi mes veti, me shikuesit ton, me vëllezërit dhe motrat tona gjithandej, vendit dhe jashtë vendit, edhe të mira të tjera të panumërta. Falënderim Zotit ton që na zgjodhi atë burr të madh dhe bëri pejgamber dhe bëri prisin, imamin dhe hetsin ton. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi atë njerëz të madh dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Për veten time, që sa vite bën tashmë duke studiuar, hulumtuar, ligjëruar, edhe tërkoha ime, unë të tërsa nuk bëj, unë kem që ban, as tregtar, krejt kohën mundohem ta kaloj me shkenca islame, doha dalë të kjo pikë, kur nuk arrita një kufit të caktuar, që aqes një pikë, se deri këto është personaliteti i tij, por tamam sigur se një oqeani pa fund, të cilët sa më thellfuteshen te zbolon dhe vrejnë çuditëra me të shumta të cilat si kanë njohur të panjohura me parë. Është interesant se jeta e tij që nga lindja e tij si jetim, emri jetim, emri i butë, i dhimbshëm, emër i cili ja prek zemrën çdo njeriu që ka sa do pak ndjenja shpirtërore, humane, në veçanti atyre të cilët janë sprovuar me jetima, sikurse që është rasti i shoqërisë tonë, ku sa jetimi na ka mbetur prej kësaj lufte të pabarabartë edhe pe aty në krimeve të shumta që janë bërë ndaj popullatës, thua se duar thotë, Allahu marrë hak në dynja dhe në ahiret. Se njerëzit nuk janë të marrë hak, por njerëzit janë duke ngritur, duke graduar, pse kanë derdhur gjak shqiptari, muslimani, por e kemi Zotin, e të Zotit kanë me u kthy, të gjithë. E sa jetimin a kanë mbetur. Dhe tashmë ata po rriten, dhe një numër i tyre as që dinë për prindët e tyre ende ku janë. Për eshtrat e tyre, për varrat e tyre. Jetim, i lindur jetim, në Mekën, paganët asaj kohë, në atë shkret të tjirë. Shëtseke vetë e morri gjyshi vetë në mbikëqyrje. Lindja e tij shumë interesante. Qysh pastaj se si Zoti lshoi aq shumë dashuri prej gjyshit të tij, po edhe pe axhallarëve të tij, ndaj këtij voglushi sa bie të vogël. Sa shpejt u rritte edhe sa shenjat të zgjuarësisë të mençurisë tregonte që nga fillimi, nga lindja e tij, sa bereqeti i madh ndodhi në atë shtëpi dhe sa punët e mbara u kthyen, sa që edhe vetë gjyshive tani pse pagan, po thot biri im kë,
ky do të jetë një njeri jo i zakant. Një njeri i famshëm. Një njeri i famshëm. Nuk kalon kohë edhe vinë disa qytetarë për të malësisë, beduin, nga fshatrat e thella në shkret e Tir, zbresin e qytetin e Mekës, që kishin dhe zakan me marrë fëmijë për mi dhanë gji, për mi pagu. Në këmbim. Në këmbim. Dhe për me rritë natyrë të pastërt, në ndë gjuha ishte shumë e pastërt dhe arabët e kushtonin një kujdes jashtë zakonisht të madh që fëmijët e tyre ta mësojnë nivelin më të lartë të komunikimit dhe standardet, quhet standarde, gjuhës letrare që quajmë ne sot. Ky fenomen të arabët ka qenë jashtë zakonisht prezent dhe ndihshëm edhe sot vazhdon të jetë. Çmuan njerëzit që flasin gjuhën letrare. Edhe ne ka pak shqiptar të kemë, por ne kemë azbeht. Dhe familjet të pasura u jepnin para atyre që ishin të varfër, që zbritin nga shkret e tjera për me marrë fëmijë. Deshti Zoti një grua e quajtur Halime. Pas me burrën e vet e zbriti poshtë, me marrë rrugët gjatë, me marrë ndonjë fëmijë, dhe karavani plot me shoqe, me gratë fshatit, për që di të gjitha e gjetën nga një fëmijë që nuk e gjetë asnjë. Të gjithë fëmijët o shkepen, o shpërndan, nuk mbeti asnjë për pas këtij jetimi. Edhe këto po thojnë, kjo po thënë burrën e vet, ç'a na vjen jetimi? Kurse s'ka kush pagun për te. Por me që mbeten pa fëmijë, thanë ma mirë jetim, mos kthehëm thatë se rruga është e lartë. E nuk mund vim na prap, nuk mund vim shpesh. E morën pejgamberin alayhi salam, këtë fëmijë i vogël. E futën në tendën e vet për me bujt, për më nis nesër për rrugë, mbrëmje. Halimja kishte një fëmijë të vogël me veti. E kishte deven me veti. Kishte një mushk me veti. Deven e rrugës për me marrë mjell tamel për me përdor për ushqim. Për që di mua atë natë, shofi se diçka ka ndryshu, tana krejt raportet ka ndryshu. E shefa e vetë vetën e vetë se gjitë ju mushën me tamel, për derisa mënzi që ngopte fëmijën e vetë. Qa bo kjo pun kështu? Pjap fëmiju të vetë gji, o ngi fëmiju, po flani qetë, i dha këti që ka marrë dhe kjo thithi gji o ngi, plaki që ojtë me mjell deven, i Zoti, devja plot gjini tamel. Ja ndë pëse s'ka pas kullos. Rrugës duke u këthyje, edhe gratë që ditën thojnë e Halime, që ka bo puna jote, po te ishe në fund të karavanit, sepse një mushk të lodhur, nërsa ta shëpara. Bereqeti ti të bekuari, por këtu ndoshta vlen të potencohet edhe bereqeti jetimit, me lidh me gjendjen tonë, që ne shumë i stimulojmë. Do me thonë shumë njerëz hezitojnë që mos merren me jetimin për shkak se s'ka kush kujdeset për to. Kujdeset Zoti, kujdeset Allahu, se bereqeti nuk është në dorë të njerëzve. Bereqeti është në dorë të Allahut. Për atë arsye, në atë shtëpi ku ka jetim, dhe mbikëqyrjet jetimi, në atë shtëpi ka rahmet Zotit. Në atë shtëpi lëshën Zoti bereqet, e i lumja i person, i cili merr jetima për mi mbikëqyr dhe kujdeset për ta. Dhe bereqeti ti pejgamberi alayhi salatu wassalam u çfaqi vetëm gjatë rrugës, por edhe pas që shkoi mriti në kabilën fisin e tyre atje, sepse kjo Halimja, kjo zohja tregon vet pastaj, ai kishte delë dhe që të ditën me kullot. Dhe gjithmonë dele të kësajnë ata, shprej që shkoi pejgamberi atje se fëmijë i vogël, on ngopnin, pak kullotnin, por on ngopnin. Bereqeti tina, alayhi salatu wassalam. Do me thënë, a është kjo mesazh që jetimet mos brengosen, ose njerëzit që kanë jetim mos brengosen nga se pejgamberi Zotit ka qenë jetim një, dhe e dyta që Muhamedi alayhis salam ka folë për jetimin e këtë drejtim, dhe ka thënë që... Ka folë shumë për jetimin, a është temë në vetë, për ata nuk deshta për mos marrë kohë me cek, po ajete dhe hadithe për ndryshe, Islami që është një jetimit e ngrit shumë, dhe na stimulon dhe na nxit neve që
në dy drejtime, në dy kande, në një mundohemi në maksimum për kujdesin për ta. Në dë na tregon rrezikun e madh që ka keq përdorimi, keq trajtimi, menaxhimi i jetimit dhe pasurisë e jetimit. Natyrisht. Mirë doktor, atëherë kalojmë tek pyetja tjetër, domethënë Muhamedi alayhis salam sa më përmendëm gjatë hyrjes se është shquar me ofiqin, me llaqabin e njohur si El Amin, besnik. Besnik. Pse mbante këtë ofiq dhe kush e emërtoi? Kush e quante me këtë ofiq? Pas një kohë kjo kthye në Medinë, në Mekë. Sikur zakonisht që është traditë tek arabët. Dhe pastaj filloi të rritet në Mekë me gjyshin e vet. Pastaj edhe gjyshi vdes, me axhen e vet, me axhallar, se ishin axhallar shumë. Dhe me fisin e vet, me fëmijët e tjerë. Por siç thash prej vëzhlis, Allah i madhruar e pajisi këtë njeri, këtë fëmijë me cilësi të jashtëzakonshme. Zaten cilësitë e pejgamberëve, të parët e tyre dohet ndryshojnë për të tjerëve. Për shembull, ceket për Jahjan alayhis salam. Jahjaja në historinë e tij ceket një herë e kanë marrë fëmijët hajde me lujt Jahjan. Ata nuk e dinë që kush është Jahjaja, kush ka me qenë, kush do të bëhet. Kush do të bëhet Jahjaja. E jam me lujt me neve, si fëmijë, si çdo kohë, çdo zaman me lujt fëmijët. Ky janë nisë kanë. Thotë ju dia. Unë nuk jam kriju për me lujt sikur se ju. Unë jam kriju për një punë të madhe. E Allah ka thënë për Jahjan, wa ataynahu al-hukma sabiyya. Dhe që është vogël, ne kena pajisur me urtësi të madhe. E kena bë burr të madh të kanë i vogël. E disa kanë thënë se kena bë pejgamber duke qenë i ri i vogël. Pra edhe pejgamberi jon, që është i vogël, ishte i madh. Ishte i madh. Ishte i madh. Dhe u dallu për të tjerëve. Pra të arsye e quajten, e emërtuan me emrin besnik sepse i besueshëm çdo send. Dhe jo vetëm kaq, por filluan gradualisht t'ia besojnë emanetet e tyne kur ata mërnin në rrugë. Populli Mekas ishte popull tregtar. Në veçanti fisi Kurejsh në Mekë, më shumë se arab të tjerë. Dhe udhtonin lindje perëndim. Në gjithandaj në për botën arabe, pasunin që kishin ku me lanë, s'kishte deponime në ato, s'kishte banka, s'kishte depo. Andaj ishte traditë ta me gjithë njeri besnik dhe me lanë atina. Këtë traditë ka qenë teknikë të shqiptarët. Kështu që o përhap në popull se Muhamedi është njeri besnik. Leja emanetin mos e tot. Qypin me lira, me pare, me dinar, me dirhem që kanë pas atjer, pasurin, atë pasurin që kanë pas. Ari, argjend që ato që kanë pas. Dhe kështu me radh krejt çka kishin. Pasuni kur merren rrugën lenin të kë. Dhe për çudi vazhdonin të lenin pasuri edhe pasi u shpall pejgamber, edhe luftonin në njërën anë, për nanën tjetër i besonin si njeriu më besnik në Mekë dhe ja lenin pasunin kur delin tregti. Për atë arsye kur është përngul kë alayhis salam kur bën hijret, kishte ende emanete pronë të njerëzve, pasunit të njerëzve që kishin lënë emanet, që kishin besuar atij, për atë arsye tash të vjen pyetja dhe çështja e emanetit sa është e madhe, dhe tha Aliu ishte i ri atëherë, tha Aliu ti do të menaj këtu. Unë po shkoj të menaj këtu në mënyrë që me krye emanetin mjaftësu njerëz mjaft shpërnda e pastaj çështja vjen. Natyrisht para se të kalojmë tek ajo, doktor i nderuar, njerëzit që jetonin në Mekë, në kohën e Muhamedit alayhis salam, para se të bëhej pejgamber, nuk ishin musliman, apo jo, ishin pagan. Patjetër. Këta e qunin besnik apo jo? Po. Pse paganët e qunin Muhamedit alayhis salam besnik dhe më pas nuk i besonin atij? Nuk i beson. Çështja e besimit është meselën vetë. Çështja e besimit është meselën vetë. Por ne po flasim për personalitetin e tina. Përndryshe çështja e besimit, pse nuk i besonin, ishin elementet vijuese, shkaqet vijuese në një. Arabët ishin popull që ishin pjekur tashmë, kishin kaluar disa gjenerata, kishte parafërsisht rreth 200 vite, deri në 250,
që këshin kaluar në paganizëm. Deri në atë kohë, deri para 250 vite, parafërsisht, jo saktësisht, kishin qenë fenë monoteiste, fenë Ismailit, sepse Ismaili erdhi babajve të Ibrahimi e solli në Mekë. Apo? Në Haxherën. Natyrisht. Ismaili u rrit, u martu me disa tregtar të Yemenit dhe filluan të shtohet numri banorëve në Mekë dhe gradualisht në këta qenë sot. Pra, banori i parë, banuesi i parë, Ismaili dhe këta nëmërën në gjësh. Ismaili pejgamberi i Zotit. Këta ishin fenë monoteiste. Pasardhësit e tij ishin në fenë e tij. Në fenë e tij. Po. Por disa shekuj, pra parafërsisht 2 shekuj e gjysmë, saktësisht nuk e precizon historia, në Amr ibn Luhaj ka qenë personi i parë Mekas, i cili ka sjellur paganizmin nga Shami, nga Palestina, nga Siria më konkretisht, e ka sjell paganizmin në Mekë. Dhe pastaj njerëzit edhe kështu që kanë kaluar, domethënë 200-300 vite, kanë kaluar ku këta janë pjekë në paganizëm dhe këta thjesht thonin, ne kështu kemi gjetë prindët tanë, nuk dojmë ta ndrojmë fenë. Dhe kjo shkak, kjo arsye ka qenë edhe më herët, vazhdon të jetë edhe sot. Dhe për ata është shtim në veti kjo, por nuk deshta me hub kohë, pas ka derë se është në dobinë interes tonit për gjithë shumë. Një prej intrigave më të forta të shejtanit, i cili arrin me i qitë pengesë të pathyeshme, për shumë kanë, jo për gjithë kanë, njerëzve mes tyre dhe mes Islamit, është kjo intrigë se keqia çështë e kanë gjithmonë. Babgjysh jemi kanë çështo. Babgjysh. Kështu i thonin Nuhit, kështu i thonin Ibrahimit, kështu i thonin Lutit, kështu i thonin Shajbit, kështu i thonin Muses, kështu i thonin gjithë pejgamberëve të Zotit, deri te pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. E dyta, arabët, veçantë krerët me kas, ishin mendje mëdhej. Kishin këtë veçori këtë tipar mendje madhësisë. Nën 3 i natën e kishin të fortë. Krenetësia. Mendje madhësia i pengonte më për ul. Më për ul para Zotit, për atë arsye sejdja është kulminacioni i adhurimit dhe ibadetit dhe përkushtimin ndaj Zotit, sepse me tërë qenjen tonë, edhe me trupin fizik, bile edhe me pjesë më të shajta, më të çmuara, që janë fytyra, e ul poshtë në dhe. Vetëm që? Me për ul vetën tënde për me ngrit Zotin lart. Më thonë, unë nisem kërkush, unë dhe jam. Ajo është i madh. Me kasit, thonë, na më për ul për dikën, po ne na të mëdhej, tjerë më për ul për neve. Më na për ul neve. Jemi paria u dhe sepse ata ishin mësuar që ata ishin pronar dhe kishin skllavet. Ishin shtresa të ndara, ishin mësuar që të tjerë robët skllavet t'ju bin tyre t'ju për ulen. Çka ndodhi? Kur e pranoi Islami Bilali zi, sklav, Sezak, e pranoi Islamin Khababi ishte sklav, i shitni bletun treg, dhe disa të tjerë, që këta i nënçmonin, i përbuznin, konsideroheshin kategori e dytë e njerëzve domosdoshmë në atë kohë. Këta thonin, ne, pa dikush jem na bre, të përna thërët neve, tulemi bashkë me ta në nivel, për dikuna për flet. Pra ishin të shkaqe kryesore, jo në personalitetin e pejgamberit, për shkaqe tjera. Kjo është pjesa e pyetjes që nuk dëshirojmë të ikim. Domethënë ata nuk dyshonin asnjë në personalitetin. Sa për ilustrim, si shembull për to den sabah, në një, si shpejtësishëm. Ebu Talibi Hoxha i vet. Nuk e pranoi kur nuk tha la ilaha illallah. Por gjithmonë i tha, o bira, djalët vllat bir, se ky ishte kujdestar. E migja si baba. Baba kishte vdek të cekë të edhe se ka kishte ai Abdullah kishte vdekun para se me lind, vdeq Abdul Mutalibi dhe e morri me sipër Ebu Talibi Hoxha i vet. Ishte luani fort ai. Kishte personalitet, ishte pathyeshëm në karakterin e tij. Por ja që e kishte atë farë mendje madhësinë si të tjerë. Në pikpamje ideologjike nuk dëshironte të besonte, sikurse gjithë të tjerë. Po megjithatë e pranonte se është në të vërtetë. Se është në të vërtetë. Për atë arsye, më shumë se njëri tha, o biri jam, ti vazhdo rrugën tënde. Vazhdo rrugën tënde. Sa të jemon e gjallë, ta nuk kam në guzume të prek, pa më prek mu. Për atë arsye, kur vdiq kë, ju rrezikua jeta dhe erdhi pastaj edhe shpërngulja për hijreti. Në anën tjetër,
Kemi edhe raste tjera. Kemi Walidin, për të cilën kanë zbritur, Walidi ka qenë njëri më i pastër në mënyrë absolute, më i pastër pa diskutim në krejt Mekën. Në fjalorin ton kanë qenë milioner, po jo vetëm i pastër. Por Walidi ka qenë njëri më i dijshëm nga ana letrare e poezisë arabe, që poetët ishin njerëzit më të famshëm, më dijshëm dhe më të çmuar, më të respektuar në atë zaman, në atë kohë. Dhe Walidi, kur ndëgjej Kur'anin, i humbi qehria krejt. Dhe zbretën 20 ajete Kur'anore për të Suratul Mudaththir, që nuk kemi kohë me i cek tash, dhe tha, kë Kur'an qenë ka jam bel, kë nuk ka fjalë njerëz, o ju njerëz, për thot aty në të vetëve. Po unë e di, ju din, unë jem njëri më poet se sa të gjithë ju tjerë. Unë i kuptoj, ditë bëj dallimin çfarë është poezi. Unë jam poet e gjithë juve, bre, unë jam. Sikur se me marrni sat me kuli ta zamën në farë zamani, edhe mi kallë mi shit në poezi e sat me kuli ta zamën se. Ylli. Ose dikuj tjetër. Po ose dikuj tjetër ngjaj shumë me te. Nuk është punë poezie. O ju njerëz, unë e di çka është magjia. O e di çka është, çka fallë, çka nuk ka të bëj kjo. Kjo di çka është zakonshme. Por inati forcia nuk e la. Dhe zbretën për të 20 ajete koranore Suratul Mudaththir. Pra kthejmë aty, ku fillum me kaset e dinin fort mirë se ky është misioni i tij është i drejtë, sepse ishte rritur me ta 40 vite. Kur në jetën e vet njëherë një fjalë nuk e kishin zënë dikun që ka folur ndryshe, pa vërtet. Kur në jetën e vet nuk ishte mashtruar, nuk ishte gënjye, as një njoll sa do të vogël nuk mund të kush mja gjetë. Dhe mu për të qunin besnik, mu për të qunin besnik. Natyrisht. Për atë arsye edhe jeta e tij para islame është shumë e çuditshme, e pastaj mos flasim kur ka filluar shpallë edhe me tej, që ka qenë në vëzhgim plot Zotit. Mirë, sikur që përmendim gjatë hyrjes, domethënë etiketat, shpifjet ndaj Muhamedit alayhis salam kanë vazhduar që në fillim atë misionin që vazhdojnë sot e kësaj dite. Ndërsa në realitet është e kundërta. Muhamedi alayhis salam domethënë është një formë, një rast kur ai është bërë shembull i shuarjes së konflikteve dhe i ndërtimit të paqes dhe mirëqenies së përgjithshme. Mund na shpjegoni pak a shumë para se të bëhet pejgamber, si kontriboi Muhamedi alayhis salam në shurjen e konflikteve në Mekë? Nëse kthehemi prap aty ku mbetëm, para se të ishte profet, pejgamber alayhis salatu wasallam. Gjithsesi ishte i ri, domethënë. Për shembull, të gjitha librat e historisë e kanë cekur pjesë të biografisë të tij, respektivisht pjesë e biografisë të Çabës së bekuar, cila ka një histori të lashtë, një 3000 vjet më herët prej kohës Ibrahimit alayhis salam, para se marrë ky i dërguar, ky i bekuar. Dhe Çabën e shejtron jashtëzakonisht me kaset dhe madhronin, thënë shtëpia e Zotit është ajo. Dhe kishte ardhur ujë dhe kishte rënuar Çabën. Vërshim, po. Kishin thonë ju njerëz, tash paria atyne, ne do ta ndërtojmë Çabën, por do të mbledhim parë që ç'është puna e halalit dhe haramit. Shumë interesant është. Ne do të mbledhim parë me ndërtu Çabën, mirë po. Veç parë halal kush ka. Edhe në kohën e paganizmit. Edhe në kohën e paganizmit. Pra, parat që fitojnë në prostitucion, parat që fitojnë me loja të fallit, me bigjaz, parat që fitojnë me alkohol, parat që fitojnë me dallavere, me tjera, ju s'na i pranën Zoti. Imagjina. E kishin këtë ndjenjë. Që njerëzit nuk e kanë sot. Që njerëzit nuk e kanë sot. Pra ta unë sot çuditëm njerëzit, çuditëm njeriu. Ti e kanë parë, po para ti kanë parë, apo momenti me çto parë, ti shkon blen ujë dhe blen tesha, blen ushqim fëmijët të tu. Çfarë do të bëhet me ta? Apo moment. Po. Ndërsa aja atëherë jo, nuk e bën tek këto. Sido që të jetë, filluan me ndërtu Çabën. Kur ardhën te guri i zi, me vendos gurin e zi, filluan, që është respekti veçantë. Filluan kacafytet, fjalimet mes vetë, fjaloset mes vete, ne kemi përparësi fiset mes vete. Ne jemi këtij fisi, Dhe gati sa kanë kajrokën shpatat e të vritën mes vete. Të derë dhe gjakën Çabën e shajt. Që ata shejtrën Çabën dhe vendin rreth Çabës. Dikush pyetyn e tha ju njerëz, a bëjmë disi? A mirë vesh diçka? Personi i parë i cili hyn nesër në Çabën, në bërë Çabës, ai le ta zgjerrit mësele. Ai ka më vendos, ai ka më qenë vendimas. Çfarë do të banaj?
Kujna tja për parasipi gjithë neve fiseve, ne do të pajtojmë. Pajtojmë gjithë pajtojmë. Deshte Zoti, erdhe pejgamberi. A që po dikur gjë? Të nesër, man. Të nesër. Edhe ata kërpeshojnë përthojnë El Emin, erdhe besniku, të gjithë o gëzun, që është aj se dinin që aj nuk jam anën kërkuj. Ja, nuk kam jamajt anën. Kur do është drejtësi, nuk kam jamajt anën kërkuj nësh. Edhe po i tregojnë kështu është puna, në dorë të anë është krejt kjo mesele. Qa po thonë me ba? Kujnë e me dha për parsike? Thët, unë kam një ditë tjetër. E morë gjibën e vetë, qarshafin e vetë që pështil, e shtriju, tha kap në gurin që në qëtë pashke, e qëtë po. Tash, se cilit, pani këto ka një pres të në fiseve, me ka bashk, që ka po, me ka bashk, me qitë deri në haltë. Ta këme dur të vetë, ka për tap, e qitin ven atë, edhe pajtuan të gjithë, dhe shpëtuan, pa asë në thirë në kam. Lavrasit të cilat ishin me vitet të tëra zjasme, naturisht. Mirë, dhe me thonë, kjo është saj përket shurjes e konfliktit, por ndërtimin e paqes mendoj që Muhamedi a.s. edhe para shpalljes, para se të bëhet pejgamber, ka marrë pjesë ai në shoqëri dhe është... Ka marrë pjesë, po edhe para shpalljes, axhallarët e vetë, të pasi i ri po, por me autoritet shumë të madhë, me tipare shumë të madhe, larkë parapsi shumë të madhe, e kanë marrë edhe kanë konsultu për disa marrëveshje të cilat i kanë bërë, me zveti fisët arabe, edhe janë të njohur edhe këtu në histori, që fjala e tij na është bërë sebeb dhe janë bashku dhe apo i kanë bërë aleancë me armëpushim me zveti për mos më vra, për mos më mbyt. Dhe kanë mbrojtur në këtë rast, domethënë kur kanë bërë aleancën e kanë bërë që luftat ishte në favor të fisëve apo ishte në favor të atyre që ishin të shtypur në fakt? Jo, në luftat më herët kur ka ardhur kë pastaj vazhdojnë edhe me din, fiset me zvetin botën arabe janë vra, janë mbytur me zë ka qenë luft fisnore. Luft fisnore. E pastaj fati ka qenë, cilë ka qenë fise me madh, i ka fshit të tjertë. Për ata Allahu atëseke në Koran, arabëve njëherë, pastaj të tjerëve, thot keni qenë buz grëminës, kuntum ala shafa hufratin minan nar, fa anqadhakum minha. Keni qenë buz grëminës, pra keni qenë ka shpartalloheni, ka hargjoheni krejt mashkujt, pa met asnjë mashkull. Ka ndodhur për një judeve, sikur tek një burr na shqiptar tashin për gjën arabëve. Për një kallamaç tona, pse huan lopa një kallamaç, pse hini pul atje tek Shia? Hakmarrja ka zot me vite. Allahu na zotën na drejtoft. Po pra, atje për një deve, për një ku diu në send vogël, edhe janë vrarë me dhjetra me qindra burra më të mirë. Kë arritës sa kënë Mekë, një pjesë, se Mekë dhe Medinë dy krahina shumë distancë mes vete, e pastaj me vënë edhe Korejë në Medinë. Mirë, doktor, tani po kalojmë dal ngadalë tek ajo që Muhamedi a.s. transformohet komplet dhe bëhet pejgamber. Na tregon pak a shumë se cili ishte roli dhe sjelljet e tij në familje, në rreth, në farfesë, në shoqëri. Këto nëse dalim tashmë si pejgamber. Pa pikë dëshimit se Muhamedi a.s. numërohet njeriu më i madh që ka njohur njerëzimin ndonjëherë. Do ta pranojmë faktin se njerëz të mëdhej ka pasur bota. Pejgamber gjithsesi, po dhe njerëz tjerë, musliman dhe jo musliman. Sepse njeri i madh është ai i cili ta zame ka mendjen shumë të madhe. Po, mirë. Apo i madh është ai i cili ka shpikur ndonjë aparatur, ndonjë ligj të fizikës, ndonjë ligj të kimisë. I ka lehtësuar njerëzimit jetën. Ka lehtësuar njerëzimit jetën dhe fal mundit të tij që Zoti ka dhënë mendjen, ja kanë pa hajrin dynjaja. Por të gjithë njerëzit e mëdhej, këtu kisha pas dëshirë më nalë, të gjithë njerëzit e mëdhej, pa asnjë preshtim, nëse ka qenë i madh në mendje, ndoshta ka qenë i mëngët në moral. Nëse ka qenë i madh në strategji luftarake atje, Luhan Bonaparte, dynjaja, Richard Chamberlain, po, ta përmend dynjaja që për shembull, ose ka qenë një politikan i famshëm, ose ka qenë njëri Christopher Colombo ta ka shëtit dënjanin që edhe ka zbulu Amerikën, e tjere njerëz të mëdhej që ka shënu historia. I madhën çka bën me ditë? Një fushë të caktuar. Mirë, po pajtojmë, ja s'pemohim fare. Po në fusha tjera, kje para.
E dyta, nuk ka njeri në botë i cili qysh ka qef të mirat e ti me i dalin shesh, gjithashtu ka dëshirë dhe të sene mës me zbulu fare. Mi mbulu. Për pas këti të bekuare. Këj bekuar nuk ka fush në njërë absolute që nuk është i madh më i madh se çdo njeri tjetër. E ti cekën fillim disa. Ndash nga ana strategjike, ndash nga ana politike, ndash nga ana si lider shpirtëror, ndash nga ana si edukator familjar, ndash si burr, ndash si prind, ndash si shok, ndash në luftë, ndash në paqe. Ai sjell disa shembuj në familje për shembull. Dhe më le ta plotësoj edhe këtë. Në anën tjetër, jo me mshef diçka, por krejt lëvizjet e tina, edhe fjetja e tina, edhe gjërat intime që janë mes burrit dhe gruas, dhe në familje mrena në dhomë, që thonte përhapni. Pra ishte Kur'an i gjallë. Kështu nuk ka ndodhur ndonjë njeri në këtë dunja. Dhe nuk do ndodh besoj. Dhe nuk do ndodh. Për atë arsye, le të ma gjeni mu dikush një njeri në këtë dunja, që prej mëngjezët kërëzgjohet në mëngjez, na gjem herët, deri në mbrëmje, bile edhe nata krejt që ka bënë, pra për 24 orë është e përshkruar dhe shënuar dhe definuar jetë e tij. Ti ke biografi të dietarëve, të shkencëtarë, njerëz më të mëdhej, që kanë marrë rrotime, që ka zbulu shkencën, që kanë ndej këndej, por nuk din gjana tjera. Askush nuk din për jetën e tij, për familjen, për farfishin. Ndërsa për këtë, veç fal çka po don ti. Ti veç fal çka po don, unë të maj dërës deri sabah. Falti, apo don për politikën e tij, apo don për luftrat e tij, apo don për paqen e tij, apo don për raportet e tij me jo musliman, apo don për që ka unifikuar njerëzit i ka afruar mes vete, apo don si prind, apo don si humanist, apo e don si këzhi, apo e don si qysh jetën njëri me gruan e vet, e qysh flan njëri, e qysh pastrohet. Veç fal çka qysh han buk, veç fal çka po don, krejt i ket gatshme. Sigur sa në kompjuter, çka po don, për keni pull, del përpara ekrani. Njeri më të madh dhe njeri më të studiuar në detaje, historia kur nuk ka pas e as nuk ka. As nuk do të ketë deri në kiamet. Dhe shpejtësisht edhe atë njeri me mendikim botë, as nuk ka pasur, as nuk do të ketë. E vërtet se kanë fyer dhe akuzu fisi vet e popullit vet. E vërtet se kanë akuzuar jo muslimanët dhe kanë luftuar edhe me shpat, edhe me media, edhe me shkrime, edhe me lejle, thashe thanësh, e shpifje, derisa të kësaj dite, dhe luftojnë edhe shqiptarët e tonë. Pa e njohur. Pa e njohur. Pa e ditë se kush është. Wallah, jemi bindën se një liber, në ta pa që lexu për biografinë e tina. As ta kanë lexu Kur'anin kur, që është jeta e tina e gjallë. Që ka thonë Aisha, wa kana khuluquhu el-Kur'an, etika, karakteri, sjellët e tina kanë qenë Kur'ani gjallë, pa të lexuar kur, vetëm thjesht se është arab, vetëm thjesht se është musliman, vetëm thjesht se është pejgamber, Allahu na falt, e na udhëzoft, e akuzojnë këtë burr të madh. Pikërisht doktor i nderuar Michael Hart që përmend në librin e tij kur e kanë pyet pse ke vendosur Muhamedit para Jezu Krishtit. Përderisa ishte i krishter, akoma është gjallë, 81 vjeçar në Amerikë. Thotë se te Jezu Krishti nuk mund ta gjeja prindin, si ka qenë si prind, nuk mund ta gjeja domethënë strategun e ushtrisë, udhëhecin politike të gjashtë. Të krishterët nuk i këto sene. Ato janë karakteristikat që e bën Muhamedit të vendosë në vendin e parë. Na flet pak si është sill Muhamedi sa me familjen, modestinë e tij, jetën e tij. Me familje, çka dush, veç fal, pra keni pull, çka po don deri sabah. Sepse na ka dhënë materiale e bekuar dhe njerëzit janë interesu çka po bën, tek po bën, sanet se kanë ditë, e kanë pyet gruan e vet, kanë pyet gratë e veta, ç'a bëni ti flajti? Cilën krah harame fjet, pa sa hunger buk, pa sa hunger. Si ishte modestia Muhamedit alayhis salam familje? Modestia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse shkojmë nga modestia, ishte njeriu më modest e mund shumë në këtë dunja. Me thjesht. Në një, disa shembuj, apo disa fakte. Kur për jetë kush nuk mund të me dallua te kur qenë 10-15 kështu me radhë dhe vinte ndonjë delegacion, ndonjë njeri që pranon Islamin për shkëtë të tjerë, prej fshatave rrethines Medinës e tjerë, kur për jetë nuk kishte mundësi me dallu cilë shtaj.
Cili pejgamberi, cili shokët e tina. Ja, derisa pyette, kush është Muhamedi? Ja, ky është. As nuk dallon të nvesh, as një ushqim, as nuk pranon të shokët e vet më ngritin kam për të. Je, ulun, s'ka nevojë më ngrit për mua kam. Punon të fizikisht, sikur se të tjerë bashkë. Ndihmon të familjen? Në familje tash. Në familje, ai i bekuar edhe me fshi, edhe me gatu, anë pse shumë rrallë gatun të në shtëpinë e tij sepse fukarallok barfëri, por megjithatë gjen të kohë me ndihmu familjes së tij, me fshi dhomën, me fshi shtëpinë edhe përgatit ushqimin. Do të thonë nuk e kishte egoizmin se burri është burr. Ja, burr, po ç'ka burr? Po ç'ka burr? Burri o burr kur është me burra burr. Burri o burr kur është me fëmijë. Burri është burr kur është me shok. Burri o burr kur është me dëshmon. Burri o burr kur është me gru, kur është me bija, kur është me motra, kur është me prind. Ç'a është burr? Po nuk është burr që krye lart për pjesë të tjerë të dera atje. Jo zotni. Pejgamberi burr, edhe më i madh këtë dynja dhe fëmia i hepnin qaf. Kur ishte në sejdë ta zonë Hasan dhe Senipat e tina, ata fëmijë vogël i hipnin qaf këtina, gjësh dajve këshin gjyshin, babën e nanës, edhe kë e zgjatë të sejdën, për mësë mja prish qefin këtyne, fëmijëve mësë mja prish qef sa i kanë hipën qaf. Për ata kur më pyet mu dikush, po më pëngën fëmija namaz, po fëmija nuk të pëngën namaz, o i mëtër, o vëlla, nuk të pëngën. Pa le del mi tip mi qafet, hin për fune, tip mi shpinë, sa në zbahat. Bile në një rast, ja dha një tafër, një thmi sabi i vogël, një afer me veta, ja dha me majtë fëmijën dorë. Dhe Allah i ndëroft juve dhe shikuzve të respektum, e orinej fëmijë. Ajo gruja, o prek shpirt nishtë. Ja, punë e vogël, ja, mos është qëtë sa. Fëmijë fëmijë është kë. Kur njëtën e vetë shëplakuj nuk era. E nesi thëtë, Enesi ishte i vogël, në Medinë tash jena, nana Enesit, Enesi ishte pa bab, jetim, e morri Enesin e tha pejgamberit, tash ka në Medinë, alayhi salam, unë nuk di ç'me të ndihmu ty, qëre gruaja burnore, por a bën që djalë me talent ty me të shërby? Hizmetçar. Ki nevojë ti me çu dikom në botë diçka sene. Po në ditë mbrëmë vend të shtëpia flan. Pa parë ke fisebili la veç me najt me ty ku me marrat nder 10 vite. Enesi thot 10 vjet I kam shërbim kam fëmijë thot. Ja kum prish kanë herë. Që ja prish të tjerëve, por në jetën e vet kur në shoplak nuk më dha. Kur zonën ndaj kujt nuk e ngriti. Kur gravet veta në shoplak nuk ja dha. Kur kujt nuk I bërtiti. Atëherë prej nga rrjedh se Muhamedi alayhis salam është një prej promovuesve të dhunës, sikur që shpifin të tjerët. Ku ka dhunë? Prej nga rrjedhin këtu. Ku ka dhunë? Te pejgamberi ka dhuna? Këto janë pretendimet. Me thonë te pejgamberi ka dhunë, sikurse me thonë me hinë çanë the kryt se këtë guro. Po I të but, nuk të fort. Kjo është pasi me thonë ata dita natë. Dhunë pejgamberi dhunë. Është propagandë. Pejgamberi dhunë. Te pejgamberi alayhi salatu wassalam dëshmuan edhe dëshmon të tij që fotet. Kur se pranuan se pejgamber. Me 10 atentate ja bënë në Medinë. Sa ishte? Ky bot ndaj tyne. Bot ndaj tyne, bot ndaj të gjithë dëshmuan. Të gjithë dëshmuan se ky njeri është I veçantë. Dhe kur nuk e përdori luftën, derisa I shterrën të gjitha mundësitë për me arrit paqë mes njerëzve. Dhe lufta ishte në vend mbrojtje që s'kishte shans tjetër. Për punë vrasësie, erdhi një beduin. Beduin ka natyrën të vrasht. Dhe ai pa një pa dy, erdhi për masë janë gjiti kështu fort, beduini të fort, shkretinës, dhe as fort të shtrëngoj, sa që këto ju skuq. Fyte se shtrëngoj shumë. Dhe pa kulturë. Tha Muhammed, am për asaj që të ka dhënë ty Zoti. Tha jo, ata shokët e vetë për presin sinjal me dha pejgamberi me hekry çpat. Ky jo më zgabon e prek njëre, kë nuk din. Kë me ka me ditë kanë për e fynë, kanë për randan. Nuk sillen këtë mënyrë. Nuk sillen, për kësë për din, ta pse nuk din, a më sillen dhe I ti keq? Jo, tha. E pas ta I tha, jo nuk të hapi disa të më shash. Dhe e lëshoj, tha atërë, do të më të hakmar. A I tha hakmar, tha ja. Nuk ka cilësia jamja. Erdhe një bedojnë tjetër, Allah I ndëroft, me des gjamije, burrat gjamije madhe të tanë,
Aja nis me kry nevojën në xhami, merr me mend. I pa kulturë. I pa edukuar. I pa edukuar. O quan burrat me të i buksa shkelma njëri në xhamin për në dytë, edhe instinktivisht kjo punë, marr xhamia tonë. Reagim emocional. Reagim emocional kjo. Tha mëse për njërin, për nuk e din. Kë nuk përdin shejtërinë e xhamisë, se s'ka pa kur. Sigur plot që nuk e din tek ne. Sigur plot tek ne që nuk e din. Po, edhe kur afru pastaj kur e kryti, tha afram. Tha kjo xhami, kjo shtëpi e Zotit, po këtë nuk ban. Me ndytët me ruj pastërtin, fal, e hipnotizoj, e përfitoj, i ableu shpirtin e tij. Dhe ai tha, o Zot, më shërë mu dhe Muhammedin, këta asë një mësi më shërë, këta kanë qëtirë. Banë rahmet veç njëve dyve. Veç njëve dyve. Pe kam veri keshe, tha, ja, pëse veç mu e ty, për zohë, rahmet Allah të shti madhë. Për lëtë për të tamë në më shërë u Zoti. Doktor, koha për në kalon dhe kemi kalun pjesën e fundit, kur mund të kyshmi, duhet të kyshmi në fakt me dëgjuesit, por na jep edhe 2-3 mesazhe që na i ka dhënë Muhamedi alayhis salam neve. Si pasuese pastaj kyçmi me pyetje domethënë që mesazhi në çfarë konteksti po don. Mesazhe porosi domethënë çfarë na ka porosit Muhamedi alayhis salam, si të sjell me çfarë të bëjmë ne. Porositë e tina janë të shumta. 2-3 të mazgjedurat. Një për jetimin e përmendën, për jetimin e përmendën, për shembull për familje, që keni me sa problem për familje. Natyrisht. Po ai bekuar tha, më i miri jush është ai i cili më së miri sillet ndaj familjes së vet. Dhe unë jam më i miri ndaj familjes time. Pra të rasyre shëmërë vlaznive, burrave, pëqyna burra, më stjeqe njëkëra, burra. Do të me pas psikologji, do të me pas sabër, urtësi, larpamësi, me menaxhue çato probleme dhe halla që i kenë familjen tënde, do të me mbyllë sytë shumë sende. Kjo është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që është na porosit më sjell ndaj grave, botë dhe mirë, edhe në smundjet vdekjes. Dhe kjo tash kthehet në një kënd tjetër atje, në një prizm për drejta që është dhënë femrave, edhe për interesimet që ka shfaqur Islami me mbrojtje drejtën e femrës, së krijesë adopt, edhe në fund jetës vet sillu mirë ndaj grave, Po mirë, me sa diun, doktor, i është bën një pyetje Muhamedit alayhis salam se kush është njeriu më i mirë, apo cila është vepra më e mirë, cila ishte përgjigjja e tij në këtë? Në përgjithësi për popullin është fjala. Muhamedi alayhis salam kur është bë pyetje se kush është njeriu më i mirë, ai domethënë ka thënë një përgjigje se atij që njerëzit ja shohin hajrin apo mirësinë. Është thash në shumë kontekste, po, ka thënë khairun nas anfahum lin nas. Njeriu më i mirë është ai i cili më shumë prej tina ka njerëzit dobi. Ai gjithmonë përhap të vlera ndaj njerëzve. Për shembull thonte, ndoshta tek këtë personan apo këto më dobishëm për ta pak sekonda. Thonte o ju njerëz, japni me hangar njerëzve. At'imu ta'am, wa afshu selam, japni me hangar njerëzve. Shpërndani selamin. Mos i lënë njerëzit me vujt për gjërat esenciale, po për gjërat elementare. Përshëndetni njerëzit. O ju njerëz, largoni njerëzve brengat dhe mërzit, të lashet, sepse të largon ty Zoti brengat të Zot ndoshta i kiton atë mirat, po nuk e din çfarë sjell Zoti nesër. Edhe nëse Allah të ruan të mira në dunja, nuk e din çfarë sjell ditë kiametit. Andaj sillu mirë me njerëz, larga njerëzve brengat e mërzit të lashet. Mundohu me njerëzit përfitojnë prej teje në çdo fjalë dhe çdo vepër. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Më i miri jush është ai i cili të tjerë të shohin hajrin më shumë ti. Për njerëz apo të tjerë të shohin hajrin më shumë ti. Pra, sa ishte fokusuar nga ana e forcimit të raporteve të robit me Zotin, po atë ishte fokusuar edhe përqendruar që ta lidhi që të përhapë vlera dhe të forcoj njerëzit të lidhi me zvete njerëzit. Për atë arsye, na ndalej të shahemi me zvete, na ndalej të mallkojmë njëri tjetrin, na ndalej të bile edhe mralt, pse që vllon mralt. Pse që sa më shumë afro me zvete. Sepse do buzëqeshja është sadaka. Sepse buzëqeshja thao sadaka, mos e shoh rron vllon. Mos për të më fol vllat për dorë, mos për të më vizitu vllon. E kur është smut vizito atje, e deri në vdekje atje, e kujdese për pasardhët e tina, kujdese për familjen e tina, i gjithë anshëm të gjitha sferat, prizmat e jetës. Vërtet i njeri i shembullosh, ka thonë Allahu Azza wa Jall, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Me të vërtet ju njerëz keni shembull dhe mostër
Pa shoqe. Muhamedi alayhis salam, ju që besoni Zotin hak dhe ditën e gjykimit. Allah e shpëlif doktor, ku do pra, të kyçmi shambull tashme. Si prind, shambull si burr, shambull si gru, shambull si pres për prisat, udhëhec politik. E shumë të tjerë. E shumë të tjerë. Atëherë, ju faleminderit për gjitha këto mesazhe, do të kyçmi tashme me pyetjet e para që na kanë ardhur në studio, sepse domethënë veç koha po mbaron dhe ka shkuar shumë shpejt. Selam aleikum, të pyetja e parë që na vjen në studio, ta ka ndonjë dënim dhe çfarë dënimi ka personi që nënçmon dikën tjetër në prezencë, që nënçmon dikën në prezencë e dikujt tjetër? Kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Dhe është mëkat i madh me i fyen njerëzit në veçantë në prezencë dikujt. Sepse kur e fyn ka tërësy, ma le ta bën halal. Ndërsa kur e fyn dhe pashtron për atë të tjerëve, kjo është rëndë. Në mungesë ti domethënë. Në mungesë të personit që e fyn. Në mungesë personit që e fyn është fjala. Mungesë kësaj thon gibet. Për gojim. E pejgamberi alayhis salatu wassalam, në Allahun Kur'an mas pari, ka thonë wala yaqtaba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Mos përgojani njëri tjetrin. Çfarë vlera? Pse? Mos e përgojani. Sepse kur përgojon ti atë, aty kam shkuën vesh nesër pas nesër. Dhe ai momentin që ndëgjon instinktivisht, ashtu është i krijuar. Ai nëse ka pas ndaj teje një botë kuptim shumë të mirë, ka me fillu me ndryshu. Edhe kështu me radhë gradualisht ndoshta vjen deri te hasmeria, deri te urrëtia. Po me ty, tani me tjetër, ku po mbetet prishet farfisi. Prishet vllaznillahu dhe zotën prej gibetit dhe shpifjet, krejt prishet, që ka ndodhin, thyri, deri te belat, deri te derdhja e gjakut, deri te vrasjet, janë rezultate që tyne. Për ata Allahu shepër në gjanë, thot, mos e përgojeni njani tjetërën, a val, pajton njëri prej jush, dikush prej ju me hangër mishin e vladëve të ngordhën, të vdekon, po mishin e vladët, asë gjallasi, të kërështu mu, asë gjallasi vdekon. Ka dëmon, kaq e madhe që i ka dëmon ke vepër. Për atë arsye pejgamberi me tregu këtë praktikë alayhis salam, kanë kalu pran një shtazë të ngordhur, gomar se çka të ngordhur, ka thonë ju njerëz, kush pranon pe jush me hangër mishin e tij, ata kanë që kanë me hangër. Softina nuk. Po nas gjallë kanë gomare se hajm. Që hajm vdekt, të ngordhur kanë. Me përgoju vllahun është më rëndë se sa me hangër mishin. Mirë, pyetja e dytë thotë, kur kam qenë fëmijë kam shkuar në tyrbe dhe nuk e kam ditë. Tashmë jam pendu si të veproj. Në njëjtën kohë më kanë bërë vetë disa mendime të këqija që po më shfaqen kur hyj në namaz, ndaj po përjetoj dhe mendime shpirtërore. Po. Pyetja e parë me shkuar në tyrbe me shkuar njeriu nëse shkon me bindje, se ka hajër pe tyrbes, pe teqes, ka hajër, ka bereqet, ka shefat, ka dobi, ka ilaç, ka dobi, ai del pi dinit. Se thojnë shirk kësaj pune. Kësaj pune thojnë shirk. Kështu kanë vepruar kohën e Nuhit alayhis salam. Dhe radhësi. Por nëse shkon në teqe, respektivisht në tyrbe, veç me këtyre burrë çka është e farsani aty. Këtë rast nuk del pi dinit. Për kuriozitet. Po. Andaj nëse ka shkuar me atë bindje, se ka dobi pe. Po kur ka qenë fëmijë, domethënë. Po megjithatë, po flas tash në rregull për gjithçka, do të pendohet te Zoti. Dhe asgjë më shumë. Ndërsa mendimet e këqija s'kan bënë ato. Mendimet e këqija që vijnë, kjo është meselën vete, që ndodh çdo njeriu. Këto janë çiftet e shejtanit, me të cilat shejtani mundohet sadopak me i rëndu muslimanët e mirë, me i iritu ata nga namazi dhe nga feja e tyre në përgjithësi. Për atë arsye kur shokët e pejgamberit alayhis salam u janë ankuar, dikush prej tyre u anku pejgamberit tha ja Rasulullah, neve po na vijnë mendime të këqija. Saqë po na vjen marrë me përmend, s'mundna po me përmend sepse të këqija për Zotin e për pejgamberi tha vërtet alayhis salam, vërtet ju keni gjetë diçka të tillë, than po, fa dhalika sarihul iman. Ky është alamet shenjë e imanit fort. Bila Aliu thani tjetër. Aliu tha, namazin e të cilën nuk ka cytje, tha namazi është namazet e krishterëve dhe evrejve. Pra namaz muslimanit
vjen shejtani. Ka edhe tentativa për me largu prej saj. Ka tentativa, por pejgamberi na ka mësuar me thon amantu billah, kam besuar Zotin, audhu billahi minash shaitanir rajim, ka lejë këtu me emër të Zotit, nuk bën më shqetësu. Thot e kam fal namazin e drekës, por si duket pak para kohës se kisha takimin me vete, thot kam fal 11:40 ndërsa koha hyn 11:44. A duhet ta kompenzoj çat namaz? Nëse është takvimi preciz, duhet ta kompenzosh. Për 4 minuta është. Po, nëse është, nuk e di sa është i sakt. Nuk e di sa është i sakt, nuk besoj që është shumë i sakt. Domethënë nëse kompenzohet nuk ka dëm. Jo s'ka dëm, po nuk e besoj që është shumë i sakt. Po. Mirë. E kam se djalin në klasën e 6 i fal kohët e namazit, 5 kohët e namazit dhe lexon Kur'an. A bën me lexu Kur'anin pa u fal? Tani është pyetja dhe a është gjuna me ble Kur'anin me para? E tash kur nuk ta kërkosh pa parë, ç'a më bë? E blen. Kur'an nuk ka gjuna me shit, se jo si Kur'an, po si letër, ngjyra. Kushton për me punu. Po me punu. Natyrisht. Ç'a të blen ti? E me lexu Kur'an ai që nuk falet, nuk ka gjëna po mesela ku është sevapi. Sepse po lexoj Kur'an, s'po falna, ti shumë përputh këtu. Po. Një përshëndetje na vjen prej Fatmirit, të jam pronari në një firme private, më tregoni se si duhet llogaritur për të paguar zakatin. Sa mirë. Allah e ruajt. Kjo është pyetje e mirë, edhe kem çep ndarë neve kësaj pyetje që tregojnë për pjekurinë e xhamatit ton, veçanti kësaj pjese të xhamatit apo të shoqërisë tonë që janë biznesmenët apo ata të cilët e kanë obligim zakatin. Personi i tillë, ta zome ka, që them biznesmen i vogël, që them, tregtar i vogël. Një firmë private, do një firmë private dhe po du me kalkulu zakatin. Për shembull, ta marrëm se ka një shërbim vogël. Ata më do një butik me tesha. Pse cëllën do sprish punë. Mirë, shikoj. Sa kemi mall në çat vetë shërbim çat dyqan. Ta themi një shifër, nente kemi mall 10.000 euro. 10.000 euro kena mall. Që ta mall 10.000 euro. Nëse unë du me shit me hjek, me njëherë, me çmim të shumicës, sa jepi? Jepi për 8.000 euro. E pas në 8.000 euro. Shtash nxjerrat shifër 8.000 euro. Shifrën e përgjithshme. Përgjithshme. Po nga njëherë mall marr më shumë, po veç nga njëherë bjen më pak. Se merr mall, harxhohet, bjen tash ka merr rapet. Por një mesatare merr të mallit. Teshave, ngjana ushqimore dhe kështu me radhë. Edhe llogarit vlerën e tyre. Këtë rast arrita me nxjerrë se mesatarja e që asaj pasunie që kam në vlerë, sa nëse du me hjek me shumicë, është 8.000 euro, i kam në vetë. E para, e dyta, këqyri tash, a kam pare tjera të gatshme. Rezerva ose deponime? Rezerva në bank. Ose deponime? Po, këqyri gjithashtu am ka dikush bërç. Edhe kur këqyrim sa am ka dikush bërç, tash më borçin e dojna në 2 lloje. Ai që të ka dhe ati që i ke? Ja, është tjetër, ja veç ai që të ka është 2 lloje. Ai se ti që ki është mesele tjetër, pa e që të ka ty bërë, që e 2 lloje, borçi që shpresën se kanë me të dhanë, dhe borçin që shpresën që nuk shpresën që kanë me të dhanë kur, dhe kjo të që ta bua ki shumë. E qartë. Po, njerëz që kanë 20-30.000 euro kanë dhanë bërç, dhe ai kur për jetën nuk ja kthen, i kanë ndej këndej, ose i del si burra, thotë burr merr me shpirtin, tash parat nuk t'i jap. S'du me t'i dhanë, s'ka me të ngjash. A do me vranë njërin, a? Në këtë rast, peq ti borçi ke fshi. Por borçi i parë kur shpreson që tep, futet edhe në kalkulim. Do me thonë, i ke edhe ta zame edhe 5.000 euro kam të teun e bërç, ti mos më dhash më këtë pranë verë, më japim verë. Tash që ato pare 5.000, ja bashkan gjest këty në 8.000 euro. Edhe o bënën 13.000 euro. Nëse kam të shtëpi edhe 2.000 euro në bank tjera, o bënën 15.000 euro. Do me thonë pasurinë e përgjithshme me raj shkurt, dhe çaj pasuri e përgjithshme si kalkulohet. E jap 2.5% të tyre. Tamam, me brana vitit. Hoç kemi vetëm një pyetje nga se koha vetë na ka kaluar për disa minuta ndoshta. Thot kam një rrugtim se që zgjat 15 orë dhe nuk udhëtoj me veturë timen. A mundem me u fal në veturë, në autobus apo me veturë dikujt tjetër se shkon? Si të falem 15 orë? 15 orë nuk bëhet pa unal. Nuk bëhet. Ja. Vesh një jekin shkiet për mas. A dësi të nërës këtë ndryshe, nuk bëhet pa unal, 15 orë është e pamundur. Këshilla jam për të është momentin që nalë autobusin,
qohet e falë një bë namazet bashkë, veç farësit. Nëse gjade me veti, me u do i rezervë, ata zakonisht ku në të autobusin nalet në përvende, ku ka restorane, ku ka banje tjirë, po që, nëse nuk ka, një shishe ujtë vogël, me ravdes si shpejt, e lyp ka kibla paka shumë, mundosh me gjetë, edhe falë të zami drejken 2 recate, që një 2 recate, cilën do kopi drejken deri para akshamit. Nëse ka hyrë prendimi diellit, akshami, deri para sabahut, të zami natën diku, akshamin dhe jacin. 3+2. Po 3+2. Dhe mbetet sabahu vetë. Po me gjithate, nëse ndodhë tash, që nuk e nalë fare, të zami këtë sabah, dhe sabah ka 2 orë të zami, 1 orë gjys 2, dhe nuk e nalë për 2 orë, një me nuk e nalë kërkon. Atëherë e falë në karrik, apo nëse ka ndo një farë koridori, e falë që aty në koridor, po. Nësë është autobus. Po. Doktor, faleminderit, atëherë i rikujtojmë edhe njerë shikues të nderuar se ritransmetimin e këtij emisioni mund ta përcjellni domethënë përmes TV Prizrenit të premte në ora 11, TV Valet të premte në ora 15 ose 3 pasdite dhe të nesërmen të shtunën në ora 15 pra 3 pasdite në TV Mitrovica. Ju faleminderit që ishit me ne. Doktor i nderuar, faleminderit të njerëzit. Allah shpërblet. Allah ju rujtë.